Kryeministri Edi Rama reagoi pas protestës së organizuar nga Partia Demokratike përpara kryeministrisë dhe parlamentit, duke akuzuar opozitën për dhunë të qëllimshme ndaj punonjësve të policisë dhe institucioneve shtetërore. Në një postim publik, ai publikoi foto të bombave Molotov të përdorura nga protestuesit dhe i quajti ato armë me kapacitet vdekjeprurës, duke paralajmëruar drejtësinë që të ndëshkojë autorët. Këto janë bomba artizanale me të cilat janë sulmuar dhe djegur e plagosur mbrëm punonjësit e policisë nga e vetmja parti politike në botën demokratike që ushtron dhunë dhe e dyta në historinë e botës së tërë pas asaj të famkeqit Robert Mugabe të Zimbabwe, që i shkon prapa një 80 e kusur vjeçar të damkosur e të lajthitur. Në reagimin e tij, kryeministri kërkon nga drejtësia të ndëshkojë ata që sulmuan punonjësit e policisë. Uroi që drejtësia të bëjë drejtësi për policët e plagosur dhe të ndëshkojë pangurim bartësit e këtyre armëve me kapacitet vdekjeprurës. Rama gjithashtu theksoi se për shkak të këtyre incidenteve Partia Demokratike pritet të humbasë zgjedhjet lokale të vitit 2027. Sa për fatin politik të këtij cikli, jashtë nxjerrjesh në bulevard, ai do të shkruhet si zakonisht në zgjedhjet e vitit të ardhshëm, me një disfat ende më shembullore se sa të mëparshmet, ndërsa për të ardhmen e shumicës së tij, Rama theksoi se do të vazhdojë të ecin pa u ndalur drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian.